Bismillahirrahmanirrahim. Të vetmet falënderimi ja përcjellen vetëm Allahu xhaleshanuhu, krijuesi i gjithësisë, i cili na mundsoi të përjetojmë këta begati dhe këta të mira që ne po i gëzojmë në jetën tonë. Përshëndetje të përzemërta i përcjellim Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yrnekut të moralit të mirë, të sjelljes së bukur dhe yrnekut të gjithë njerëzimit. Me të vërtetë, krijuesi i gjithësisë e kristalizoi në formën më të bukur krijimtarinë e tij, mirëpo në mesin e krijimtarisë së tij e krijoi njeriu me një status të veçantë. Atij i dha statusin me emrin Khalifetullahi fil ard, i dha statusin me emrin mëkëmbësi i tij në tokë. Mëkëmbës i cili në formën më të bukur do ta rregullon tokën dhe në formën më të bukur do ta përcjellë mesazhin hynor dhe do ta përcjellë mesazhin e bukur për gjithë njerëzimin. Mirpo, Allahu xhaleshanuhu me të vërtetë krijesën njeri e dalloi mes qindra mijëra dhe miliona krijesave të tjera me logjikën e shëndosh, veçori e cila na bën neve ta njohim të bukurën, ta vlerësojmë të mirën dhe ta shenjtrojmë të shenjtën. Megjithatë, Allahu xhaleshanuhu e nderoi krijesën njeri me 3 drita të cilat po bëjnë mrekulli në jetën tonë. Drita e dorës e cila e dëshmon punën, drita e mendjes e cila e dëshmon mendimin e mirë dhe drita e zemrës e cila e dëshmon bindjen e mirë. Për atë, duke i grumbulluar këta 3 drita, ne duhet themi çfarë mrekullie na duhet të krijojmë në jetën tonë. Sikurse Allahu xhaleshanuhu dëshiron neve të na thotë: "O ju njerëz, me të vërtetë bashkimi i këtyre 3 faktorëve që ndryshojnë jetën tuaj, duhet në formën më të bukur ta paraqet sjelljen e mirë në tokë dhe ta paraqet edukatën e mirë në tokë." Është një fakt interesant. Njëri nga historianët e njohur botror Michael Hart, në librin e tij 100 personalitete që bënë ndikim në botë, librin e tij po e starton me personalitetin që e emëron Muhamedi i muslimanëve. Ne zakonisht po pyesim cila ishte arsyeja se Michael Hart po e starton librin e tij me 100 personalitete me Muhamedin e muslimanëve. Po të njëjtën pyetje ja bën edhe vet autorit. Ai u përgjigj, derisa unë po hulumtoja për personalitetet më me ndikim në botë, vëreta se në Kur'anin e muslimanëve shënoheshte një ajet i cili në gjuhën arabe starton wa innaka la ala khuluqin adhim. O Muhammed, me të vërtetë ti je në gradën më të lartë të edukatës, ti je në gradën më të lartë të sjelljes së mirë, ti je në gradën më të lartë të moralit të mirë. Andaj, duke analizuar dhe shfletuar rreth jetës së Muhamedit të muslimanëve, vëreta se jeta e tij me të vërtetë ishte dhe do të mbetet derisa të ekziston historia e njerëzimit, yrneku më i mirë i sjelljes së mirë dhe yrneku më i mirë i edukatës së bukur. Andaj ne duhet të parashtrojmë një pyetje vetvetes. Si është jeta jonë dhe si është sjellja e jetës tonë në raport me njerëzit, në raport me tokën dhe në raport me qiellin? A jemi ne yrnek i mirë dhe a jemi ne yrnek për të cilët njerëzit lakmojnë në jetën tonë, në sjelljen tonë dhe në edukatën tonë? Në historinë islame thuhet se kur mbretërit romak dhe pers ndërtonin pallate të ndryshme me gurës të çmuar dhe shtretër me pjesët më të shtrenjta të asaj kohe, e pyetën Muhamedit alayhis salam, thanë: "O Muhammed, cila është arsyeja se edhe ti nuk po ndërton pallate të shtrenjta edhe dhoma të ndryshme me gurës të çmuar dhe me pjesë të shtrenjta të mundafshit?" Muhamedi alayhis salam u përgjigj: "Unë dëshiroj që të investoj në ndërtimin e njeriut me sjelljen e mirë dhe me edukatën e lartë që ai do ta ketë në jetë." Edhe ashtu ndodhi. Derisa të gjithë mbretërit po investonin diçka të bukur, Muhamedi alayhis salam investoi për ta ndërtuar të bukurën e njeriut, edukatën e mirë dhe sjelljen e mirë. Ne vazhdimisht duhet ta kemi breng të jetës tonë. A jemi ne yrneku më i mirë i edukatës së lartë dhe sjelljes së mirë në shoqëri? Apo shoqëria na ka asgjësuar neve sjelljen dhe edukatën tonë? Në historinë islame shënohet një rast i bukur i një tabiini i cili ishte i nxënë Rom nga persët e asaj kohe. Tradita e mëhershme e persëve ishte se çdo kush e mirte nga një rob në shtëpinë e tij për ta mbyllur në një nga dhomat e tyre që i kishin në shtëpi. Edhe këtë tabin e morën dhe e mbyllën në dhomë, mirë po çdo ditë pronari i kësaj shtëpie shkonte dhe ja dhuronte ushqimin për të ngrënë dhe për të pirë. Mirë po një ditë në dhomë u fut fëmiu 3 vjeçar, i cili ishte fëmiu i pronarëve të shtëpisë, dhe u ul në preherin e këtij tabiini, i cili ishte i nxënë rob. Me të futur nëna e këtij fëmiu në dhomën ku po qëndronte tabiini i nxënë rob, në skenën e parë e cila ju paraqit parasysh, ajo menjëherë filloi të bërtas
dhe filloi të zhurmoj aq tepër saqë të gjithë fqinjet u afruan dhe u mbledhen për ta parë skenën se cila është arsyeja sepse ajo kaq po zhurmon edhe kaq po vërtet. Mirë po, në shikimin e parë, fëmiu i vogël ishte i ulur në preherin e këtij tabiinit dhe në dorën e këtij tabiinit gjindeshte një thikë e vogël e cila përdoreshte për pastrimin e pemëve edhe perimeve. Çdo kush nga ne nëse do ta shihte këtë skenë, do të mendoheshte dhe do thoshte tani është momenti kur ky njeri duhet t'i hakmerret familjes për ta fituar lirinë. Njëri nga pjesëmarrësit, të cilët u tobuan pas britmës së madhe të kësaj nëne nga trishtimi, e luti dhe i tha: "Të lutem, mos e bën atë." Në moment kur ju parashtrua kjo lutje këtij tabiinit musliman, ai filloi të lotoj, e uli dorën e tij, e përktheli fëmijën dhe tha: "Pasha atë në dorën e cilët është shpirti im, pasha madhështinë e Zotit, asnjëherë ndjenjat e mia emocionale nuk do ta lejojnë që ta tradhtoj edukatën e lartë të Muhamedit a.s. edhe sjelljen e lartë të Muhamedit a.s. Asnjëherë nuk do ta veproj atë të cilët ju e keni në imagjinatën tuaj, nga se unë jam një njeri i cili po e ndjek edukatën e Muhamedit a.s. edhe po e ndjek sjelljen e Muhamedit a.s. Andaj të jeni të bindur se morali im, sjellja ime dhe edukata ime asnjëherë nuk e lejon këtë lloj tradhtije. Me të vërtetë ne duhet të bëjmë pyetje. Veprimet të cilët ne, vendimet të cilët ne po i marrim në jetën tonë, qëndrimet të cilët ne po i marrim në jetën tonë, apo e dëshmojnë sjelljen e pejgamberit a.s. apo e dëshmojnë edukatën e lartë të pejgamberit a.s. apo më tepër ne po i ushqejmë ndjenjat tona emocionale për të ballafaquar me realitetin e jetës. Ne vazhdimisht duhet të bëjmë pyetje. Robër të kujt jemi dhe ndjekës të kujt jemi? Apo dallohemi me sjelljen e lartë dhe apo dallohemi me edukatën e lartë? Më herët, njëri nga hoxhallarët e vjetër i kishin treguar duke i thënë: "O hoxha ynë, e din çfarë mrekullie ka ndodhur në kohën tonë?" Ai i parashtroi pyetjen, tha: "Çfarë mrekullie ka ndodhur?" Talebët e tij, nxënësit e tij thanë: "Kemi parë një njeri i cili po fluturonte dhe kjo është një mrekulli në vete." Mirë po, ky hoxh ju përgjigj tha: "As pak nuk është mrekulli. Zoti e ka krijuar një zog të vogël, një flutër të vogël, madje edhe një mis të vogël, e cila po fluturon dhe i ka dhënë fuqi të lëvizse në ajër." Mirë po, erdhi një njeri pas disa ditësh tha: "O hoxha ynë, kemi ndëgjuar për një njeri i cili po ecte mbi ujë, me të vërtetë kjo është mrekulli." Mirë po, përsëri ky hoxh i urtë dhe me moral edhe me edukatë dhe me sjellje tepër të lartë u përgjigj dhe tha: "As kjo nuk është mrekulli. Mund ta mirni vetëm një copë të drurit dhe ta vendosni mbi ujë, do ta shihni se druri qëndron mbi ujë. Nuk është kjo mrekulli." Mirë po, njëri nga nxënësit e tij i tha: "Nëse këta dy veprime nuk qenë kanë mrekulli, të lutem na trego çfarë është mrekullia për ty." Me buzëqeshje, me edukatë dhe sjellje shumë të lartë, ky hoxh u përgjigj nxënësve të tij duke i thënë: "Me të vërtetë, në kohën tonë që ne po jetojmë, mrekulli e lartë është që njeriu të posedon edukatë të mirëfillt dhe të posedon sjellje të mirë me njerëzit. Kjo është mrekullia që bota po vuan ta jeton dhe bota po vuan që ta përjeton përditshmërinë e tij. Në kohën që ne po jetojmë, duhet jemi të bindur, nga se bota moderne vazhdimisht po investon tek ne për ta degeneruar sjelljen tonë dhe për ta degeneruar edukatën tonë. Qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale, qoftë nëpërmjet edukimeve të ndryshme, të cilët po na servohen nëpër shkolla, nëpër rrjete sociale apo nëpërmjet platformave të ndryshme. Andaj ne duhet të dimë se me të vërtetë mrekulli e kohës tonë është që ne të ushqehemi me edukatë të lartë dhe me sjellje të lartë. Kur muslimanët u futën në Medinë, nuk e çliruan Medinën me forcë. Ata në moment që hyrën në Medinë, të gjithë njerëzit e kishin shikimin ka muslimanët, mirë po askush as nuk i përshëndeti, as nuk i pyeti se pse keni ardhur dhe as nuk i pyeti se sa do të qëndroni, mirë po as nuk i pyetën se çfarë do të bëni këtu. Thuhet se muslimanët qëndruan në Medinë 7 ditë dhe pas 7 ditësh po shkonin medinasit tek familjet e muslimanëve dhe ju thanë me një pyetje: "A mund të na tregoni çfarë duhet ne të bëjmë që të jemi si ju?" Vetëm një pyetje parashtrua. A mund të na tregoni se çfarë ne duhet të bëjmë që të jemi si ju, nga se në fytyrat tuaja po shohim një buzëqeshje që nuk e kemi parë më herët. Në raportet tuaja me njerëzit po shohim një raport dhe një sjellje aq të bukur që nuk e kemi parë më herët. Në të ushqyerit tuaj po shohim një edukatë të mirëfillt që nuk e kemi parë më herët. Të lutem,
na tregoni se çfarë të bëjmë që edhe ne të bëhemi si ju. Ne duhet të bëjmë një pyetje vetvetes. A na ka ndalur dikush në jetën tonë dhe të na thotë për sjelljen e lartë të cilën ti po e tregon në të ecurit, në të folurit, në të ushqyerit, në të buzëqeshurit dhe në raport me njerëzit, për edukatën e lartë të cilën ti po tregon ndaj gjithë krijesave të Zotit. Të lutem, më trego se çfarë duhet të bëj unë që të jem në nivelin tënd. Edhe kur u futen muslimanët në Kordop, thuhet se kur muslimanët hynë në Kordop, të gjithë vendasit i hapën dyert dhe dritaret dhe po kërkonin nga muslimanët që të vinë nëpër shtëpitë e tyre dhe duke u bërë konak atyre. Cila ishte arsyeja se ju muslimanët i hapën dyert dhe dritaret me plot buzëqeshje dhe me plot respekt dhe dashuri i priten muslimanët, ishte vetëm një arsye. Edukata dhe sjellja e lartë që ata e tregonin duke u futur në një vend, modestia që ata e tregonin duke u futur në një vend. Mirë po edhe e kundërta, kur muslimanët e humbën Andaluzin, e humbën vetëm për një arsye, vetëm për arsye të rënjes së sjelljes së mirë dhe për një arsye të rënjes së edukatës së mirëfill. Andaj, ne duhet vazhdimisht ta kemi breng të jetës tonë, derisa ne do të investojmë në sjelljen e bukur dhe në edukatën e mirë, të jemi të bindur që vazhdimisht do t'i prekim mrekullitë e Zotit në këtë botë, por padyshim do t'i prekim edhe mrekullitë e Zotit në botën tjetër. Mirë po ne nëse do të jemi neglizhent dhe do të tregojmë pakujdesi ndaj sjelljes së mirë me krijesat e Zotit dhe edukatën e mirë me krijesat e Zotit, të jemi të bindur se do ta përqafojmë dështimin e kësaj bote, mirë po padyshim do ta përqafojmë edhe dështimin e botës tjetër. Andaj, unë dëshiroj ta përfundoj vetëm me një pyetje. Sjellja jon dhe edukata jon, a është yrnek për botën apo bota e ka asgjësuar sjelljen dhe edukatën tonë? Dhe është Allahu xhaleshanuhu që të gjithë bashkarisht të jemi yrneku më i mirë i sjelljes së mirë dhe yrneku më i mirë i edukatës së lartë.